Sikur këtu në Gjermani që ka me miliona njerëz që punojnë në 1000 euro e ashtu ka edhe në Kosovë më duhet që punojnë në 500 euro. Pika një, mos shkep rana, okay? Mos shkep rana se me orar plot 1000 euro rrog bruto para tatimeve nuk ka në Gjermani. Nuk është e mundshme më pas se i shkon ilegale, okay? Domethënë mas 1000 euro mas tatimeve i jesë ndikon 600-700 euro në Gjermani. Nuk është e mundshme një orar i plot, një punësim i plot më kon 1000 euro bruto. Nuk ekziston. Kështu se mos shkep rana. Okej, kuft 520 euro jobb, okej, po dy ata timohen në mënyrë totalisht ndryshe. Na këto folem ose flasim për orar të plot. Në Kosovë mundet më ndodhë, se në Kosovë edhe përse ka ligje kundër saj, apet ka firma e pëndans që i punësojnë njerëz edhe përse është orari plot nër 500 euro. Bili shemboj ma i keqe që dëgjova ose lexova në komente ke 170 euro në sigurim orari plot. Edhe hala studio është vërtet, ama që jam shokaj. Kështu se jo, nuk është e njëjta sa. Nuk mundesh me krahasu një punësim në Gjermani të plot, edhe përse shifrat janë totalisht useless. Nuk mundesh me krahasu. Se në Gjermani apet e ki sigurimin shëndetësor. Me us mua diçka ka kusht tringati se është shtet social. Tringati me pare, me pag, me mjekësi. Në Kosovë, sado që e ki rrogën me çat rrogë, do të më hongër, do të më pi, do të më majt fëmijë, do të më shkollu fëmijë, librat këtu nuk janë pa parë, dhe librat do të më ble. Do të më shku te mjeku për vetje, për fëmijë, për grup, për gjithkan. Tana janë me pare. Më thonë, këto një rrogë do të më mlu shumë ma shumë sene se sa do të rroga e Gjermanisë. Është diçka totalisht ndryshe, nuk mundesh me krahasue, më thonë. Se edhe dikush tjetër në koment tha, as në Gjermanisë mundesh më jetu pa punu dy palët e lidhjes, më thonë dy partnerat. Apet është ndryshe, se në Gjermani veç një rrogë i mblan sigurimin e shëndetësisë. Edhe mos më punu heq, më koni pa punësum, je i sigurum është ndryshe. E tash një se këto qira s'pi përmenem heq me qera, me rryme, me gas që është trajtu në Kosovë, nuk janë të përballueshme me rrogët Kosovës, nuk janë. Fjala po vjen, nuk janë përballueshme për me jetu një jetë me dinjitet, një jetë adekuate. E ushqimin, se kom përmen heq, sa shtrajt është me ble ushqimin në Kosovë, në krahasim me në Gjermani, e pa kuptueshme, pa logjikshme, nuk është normal më shku 50 euro për harç për një javë, për një person. Okej, nuk është normal. Në Gjermani qatë shumë pare nuk më shkojnë, nuk është normal. Na shta unë e hasan edhe shtrajt as digjo, a mos është normal. As në Gjermani qatë shumë nuk më shkojnë për ushqim. E kush në Kosovë ka 200 euro më jep mas harçi për një person, hala pa fëmijë, pa burr, pa sen. Kështu se mos i bëni do krahasime që nuk shkojnë kërka heq, e nuk krahasohen sipas kontekstit, se konteksti është totalisht ndryshe. Këtu nuk ka sigurim shëndetësor, këtu nuk ka ndihmë shteteve, këtu nuk ka social që të marr kur smuhesh, a kur të hu punën, a kur firmat që të pej punë. Nuk ka kur fare ndihme nëse ty të ndodh diçka. Nuk ki siguri. E këtu krejt ajo rrogë që ti po thuash bën në Kosovë për jetën në Kosovë, do të më mlu krejt ato sana, po nuk i mlan kërka heq. Mos harro më bë follow për tjera video rreth që syna komente pa lidhje.